ndër mirësitë më të mëdha që është dhënë ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është muaji i Ramazanit. Nga se ky muaj nuk është vetëm muaji i agjërimit, është muaji i faljes, i mëshirës, i pendimit, i edukimit, i bamirësisë, po mbi të gjitha është muaji i zbritjes së Kur'anit. Thot Allahu xhalla shanuhu në një ajet kuranor: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kur'ani. E ky ajet tregon për lidhjen e ngushtë që ka Ramazani me Kur'anin, nga se pikërisht në këtë muaj, në natën e bekuar të Kadrit, filloi zbritja e fjalës së Allahut të Madhëruar. Fjalë kjo që ndryshoi gjithë historinë e njerëzimit dhe i nxorri njerëzit nga errësira në dritë. Kur'ani i zbriti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e bëri atë më të dalluarin e pejgamberëve, vulën e pejgamberisë. Kur'ani zbriti për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e bëri ummetin më të dashur nga gjithë popujt e tjerë. Kur'ani zbriti në muajin e Ramazanit dhe si rrjedhoi e bëri muajin më të veçantë ndër muajt e tjerë. Dhe po ashtu zbriti në natën e Kadrit dhe u bë nata më e mirë e vitit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah." Agjërimi dhe Kur'ani ndërmjetësojnë për njeriu në ditën kur do dalin para atij. Vjen agjërimi dhe thot: "O Allah, unë e kam ndaluar këtë njeri nga ushqimi dhe pija gjatë ditës, andaj më lejo të ndërmjetësoj për të." Dhe vjen Kur'ani dhe thot: "O Allah, unë e kam ndaluar këtë njeri nga gjumi gjatë natës, nga se më ka lexuar mua, më lejo të ndërmjetësoj për të." Dhe kjo është vetëm një nga mirësitë dhe begatitë e këtij muaji të shenjtë. Mirë po Ramazani ka ditë të caktuara, ashtu si thot edhe Allahu në Kur'an: "Ayyaman ma'dudat." Janë ditë të numëruara, të cilat kalojnë shpejt, ndërsa Kur'ani është çdo ditë në mesin tonë. Tregon pejgamberi alayhis salam në një hadith se ai i cili lexon Kur'an, për leximin e secilës shkronje ka nga 10 shpërblime. E jemi duke folur për një libër i cili ka me mijëra shkronja, dhe për secilën shkronjë nga 10 shpërblime, atëherë jemi duke folur për mijëra shpërblime. Andaj ne si musliman duhet ta kemi parasysh këtë gjë dhe mos lejojmë që të na ikë koha dhe momenti, sidomos gjatë këtij muaji, pa e mësuar leximin e Kur'anit dhe pa e shtuar atë. Ne jemi njerëz dhe kemi gabime. Andaj duhet të shtojmë veprat e mira në mënyrë që t'i fshijmë gabimet tona, nga se thot Allahu në Kur'an: "El hasanat yudhibna as-sayyi'at." Veprat e mira i fshin gjunahet tona. Tregohet një ngjarje në kohën e Muhamedit alayhis salam me fisin e Ebu Musa el-Esh'ari. Thot pejgamberi alayhis salam: "Fisin e Ebu Musa el-Esh'ari nuk i kam njohur gjatë ditës, nuk janë dalluar nga tjerët, kanë qenë fis i thjeshtë, mirë po gjatë natës të gjithë janë dalluar. Kjo sepse në shtëpitë e tyre është dëgjuar zëri i tyre duke lexuar Kur'an." E nga ky fes ka qenë edhe vet Ebu Musa el-Esh'ari, për të cilin tregohet një ngjarje se pejgamberi alayhis salam shkoi në shtëpinë e tij dhe i tha: "O Ebu Musa, Allahu më ka porositur të vij tek ti dhe të lexoj Kur'an." Ebu Musa, i mahnitur nga ajo që e dëgjoi, thot: "O i dërguari i Allahut, a më përmendi Allahu me emër mua? A emrin tim e përmendi Allahu?" Pejgamberi alayhis salam thot: "Po." Dhe kjo është si shpërblim për shkak të leximit të shumë të Kur'anit, nga se thot Allahu në një hadith kutsi: "Ai që më përmend mua në një vend të mirë, unë do ta përmend në një vend më të mirë se ai." Një sahabi tjetër në kohën e Muhamedit alayhis salam, i cili quhej Usaid bin Hudajr, tregon një ngjarje kur ishte duke lexuar Kur'an gjatë natës dhe thot: "Sa isha duke lexuar Kur'an, më dukej se dikush afrohej drejt meje. Në momentin që e ndalja leximin dhe shikoja mos është dikush, nuk e sheja askënd. Mirë po, kur filloja prap leximin, e ndjeja prap se dikush po afrohej. Dhe thot dola jashtë të shikoja mos ishte dikush dhe e pa qiellin të mbushur me plot kandila ndriçues." Të nesërmën kur i tregon pejgamberit alayhis salam për ato që i kishte ndodhur, ai thot se ato ishin me lajket që kishin zbritur nga qielli për të dëgjuar leximin e Kur'anit të tij. E në ato momente ai ishte duke lexuar ajetet e para të surës El-Baqara, ku Allahu thot: "Dhalikel kitabu la rayba fih, hudan lil muttaqin." Ky është libër
që nuk ka dyshim në të dhe është udhëzues për besimtarët. Pra Allah po flet për Kur'anin. Thot pejgamberi alayhis salam në një hadith se ata që lexojnë Kur'an me përpikmëri janë bashkë me melajket, ndërsa ata që lexojnë Kur'anin dhe kanë vështirësi, për ta ka dy shpërblime. Një shpërblim për leximin e Kur'anit dhe një shpërblim për mundin dhe vështirësinë që e kanë gjatë leximit të tij. Kur të dalim para Allahut, secili njeri, secilit besimtar, Allahu do t'i thotë lexo Kur'an dhe ngrito. Dhe pozita e secilit besimtar në xhenet do të jetë deri tek ajeti i fundit që do ta lexoj. E cili prej nesh nuk don të jetë në pozitat më të larta të xhenetit. Andaj ta shfrytëzojmë këtë muaj të Ramazanit, të mësojmë shkronjat e Kur'anit, ta shtojmë leximin e Kur'anit në mënyrë që të ngritemi sa më lart në xhenetet e Allahut. Nga se do të na ndal Kur'ani në ndihmë edhe në këtë botë, mirë po edhe në botën tjetër, kur do të kemi më së shumti nevojë për të, në ditën kur do të jemi para Allahut, ditë kur Allahu për të thot yawma la yanfa'u malun wala banun, është dita kur nuk do t'ju bëj dobi as malli e pasuria e as fëmijët, illa man atallaha biqalbin salim, përveç atyre që vinë te Allahu me zemër të pastër. E cila zemër është më e pastër se sa ajo që ka në vete fjalën e Allahu xhallashanuhu. E lutim Allahun që ky Ramazan të jetë muaji i ndryshimit dhe përmirësimit për ne. Shpresojmë dhe lutim Zotin që Kur'ani të jetë bashkë me ne gjithmonë dhe të jemi prej atyre që e lexojnë atë, që e kuptojnë atë dhe që veprojnë sipas tij.